Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M. Përsëri jena rikthyer me episodin e radhës të podcastit Lamba e Laudinit me mysafir special. Sonte këtu me neve është një njeri cili kur të nalë që menon fell e bon njeri pyetjen vetit çka ka përjetu ki njeri me natyrën, me malin që ja kalon vetit emrin njeriu i sharit. E kush tjetër për pos arsimit. Arsim, mirë se erdhe, a me të drejtu arsim o njeriu i sharit? Si dush, s'ka gajle. Të kalzoj një sekret, Hajde. shokët e mej, miqët e mej, familje jeme më therin Cimo. Cimo. Po edhe unë e kom pas një shok Po. në fakultet, Cimo e thëshmi pra shkulti. Po nejse me që dhe më thonë, i e shumë maj masune edhe shumë le respekti me të tillë. Cimo do të thamë arsim ma mirë. Falemender shumë. Arsim mirë se erdhe. Mirë se u gjeta përsëri në Lambën e Laudinit, për hajër edhe bashkëpunimi me Allsat M. Këtë herë inshallah Lamba dhe qese gjinin. Dhe fjarojna. Ka dalë gjini për lambës, unë jam aj. Arsim, unë i kom po do pyetje këtu formalisht, se normal me ti muhabeti më hec, sigur 100 vjetë mës me të pahe, edhe apet kur të të shumë as 100 vjetëve, muhabeti piku e kina leon vazhdon ajo. Se që është vetë karakteri jeti, i shoshnu shumë muhabet qorë, si e tipi thartë me thonë. Falemender. Realitet njerëzit janë si pasqyrë, te tjetri e shef vitin e vetë, ajo është mirësia jote, gjë ki, gjë shofështë e une. Ne për mua qif, zatekëm me taj, e nësë gjë e bëj e sapë, se farë pytje shke ba, hiq, as bile nuk t'i kum kërka, hiq. Po. Natyrisht, si dhe dale ma erë dhe dale. Qa inshallah. është? Qëre, nofkën, apo nickname-in me thonë e hilon njeriu i sharit në fillim. Pse pikërisht sharit? Çka ka ai vend që të lidh? Kështu fort, që të ka bo me lon emrin njeriu i sharit. Këtë e kum përkthaje realisht, ishte këtë rëtëja, një doada ki insan, ishte një figur, folte për natyrën, non stop, dilte na për mal, na për katande. E nune e kum pa të programet ati se njëjta është në me katande tona, me shpejat tona, veçanërisht me malsajnë e të tovë, se ne kum dështa përkthi njeriu në natyrë së më ka pëlqejt, njeriu i natyrës, se na jo së më ka pëlqejt, natyrë ne e kemi sharin, se nuk po kemi dejet në të tovë, thojshe, dhe ve une Aquaman. Aquaman, njeriu i detit. E ne e kum ba njeriu sharit, po e në anglisht ka shku sharamen, kupton? Sharamen. Po, në të majicat se FTG kum shtep ka kon sharamen. Po, Masandi- edhe përpa, kur ki bo edhe ashtu, hiking në për borë, Po, e kom po një farbaneri. flamurin, po, sharamen ka sharamen. kon, bile kone një ndi një figur sharamen. Po, e kum vendos ta përdori ato se vepi se jetojmë në sharë. Nuk është ajo esenca. Mi thonë këtu dikuj sharamen menon që i e ashtu që i prej ndron. Sharon. Po, Sharag. sharagji. Sharagji. Sharagji është me rëndësi. Te njeriu sharit nuk është shumë me rëndësi emri, sa është me rëndësi aktivitetet që i bëj une mrenda ditës, në për video. Une gjdo aktivitet që e bëj, është me rëndësi se ato e bëjnë njerëzit e sharit. Nëse unë e këndoj muzikë, më shefni mu tu repuvat, shumë, njeri u sharit repuvatën, po nuk e qës karakterin temë unë atë, e qës shoqërinë e sharit. Njerëzit në sharë, këtë shokët tonë, të majtë Po, vlajem, po. ko e di une, të kafes, gjirajmë, të ponës, ato kur të shofesh i rokën një 5 minutën e repuvatin. Njeriu sharit repuvatën se nuk e qes ftajrën të emon. Është pasqyrë e populatës, pa dhe një he për shembull une qes videon e në Xhamaj, tuk na dhe një dovë, në një metalebët. Nuk jam unë, janë njerëzit e sharit ato falen, lotën, dhe një he janë patriot. Nuk jam unë, janë ato. Unë jam thjesht pasqyra e të gjithë banorëve të Tetovës. E për ato prejtët shumë marë, çdo video e jeme që e bëj une.
jashtë veçanërisht ku shrej në Perëndim, ato kur më shofen mu, u ven shumë qef, amëll u ven pse, tunajt më po unë i del një video e jemja i mte këtë vit i vetë. Gjithë shka që e bon njeri u sharit është original, gjë i përket asaj zone, përveç marketingit, përveç reklamave, se ka një 2-3 vjetë që unë jam të umarë ma shumë me reklamat, jam të umarë ma shumë. Shef si jam pona, nuk dishoj se ke bane dhe një pyetje për Si ku më kallëzu pyetjet. bo, te hajde dhe shofëm ati që, dhe dale dhe kondi, Jo, ma mirë është, mës hi unë e ka pyetjet e mija se problema, se Shëllo. dush më nga kallëzu dhe centin Po, më të si. vogël gjep që e ki. për momentin kam shoh. E njova bile bashkë të artë, e kam dull ajo muzika e re e ati Kresha e në si e kujnë Gjiko. Gjiko kishe do vargje shumë interesant. Ke muzikë e re se dhja e njova dhe thonte unë e rej që si kam, ti ren që i ki. Unë me të kallëzu Unë- drejt asë njoni për këteve sengoj, po më nëj Po. Unë e dim se Kresha i së gjë. pëlqenë, nuk e di me qëra fjallë është. Kresha për para e ka pas një farë sensi të mirë të muzikës, shtim duke që avo shumë filmash, dhe E shumë ka pëlqenë ritmorin, stilat, donë. pa e ki papi, jo se ka ritmorin, ama e di njeri kër menon që atë bo diçka perfekt, s'ka perfekt. Unë e di si Domethënë e- veç janis budallakia atë bo. A e di si më duket, mo veçanërisht MC Kresha, mu më duket në një kohë ishte garë me qerët, e ne i ka përci, u ba i pari. Tash është u ba garë me vitin e vetë, duke e ba, ka dalë ma pishenave ketë, është duke e vështirësau kreativitetin e vetë, nuk do me thonë se o majer, as keq nuk e vlerësoj unë, ku marrë vesh unë e ka muzika. Po, thjesht më duket sikur Kresha është u bë gara me vitin e vet. E të shet një muzikë, ne se kuptojmë. Shumë anglisht folën, ku e di unë, ti gje ka Zimbabwe dhe një frasë për dorën. Unë se kuptoj, ama a i ka hin filmat, Po, a i thët, kom një tjetër, hala ma të forte se kjo, unë i thom të e knaqëm me të parën dhe e zretish me të ditën. Ku i gjajnë do njerës shëmbull të dhe e shofësh, a i merë o kontra, ma sa ti bëjsh më abet mu në 5 vagët i fali. Ma nuk dishoj, shala dhajt i falen. Te e shofësh sa merë, jo në tatuja, jo me ato landët e ranta, ama xhamaj, e zanin të therën, muezin bon hat me thët kumbane, hoxhën e kam gjallë mingje, gjallë dajgjë. Për momentin janë këto, feja ka kanë e në dëjese trend gjithmonë. Analizonja pak çka që i tham. Po, jo, është unë bashkë Feja- me të lidhë me çka të pyetje Po, është ti. feja është ka kanë edhe gjithmonë do të jese trend. Është trendi që nuk vdes Okej. asnjëherë. Apo thu që jo trend. Po, Ne e dim që ti i edhe teolog. po. Me diploma pa diploma. Edhe në pazare ku më vjen. Okej, do më thonë e dim që je teolog. Po. A të kanë imu feja, ose a i ki përdor këtë lloj seni, ose ma mirë thëmë, a i ki përdor fen, po s'po du me të regu banal, s'po du me t'inglu banal, Ata sos jo më pyetjen të ande. por me mri videot, sene që i di bo. A menon që i ki dhez ma let veç fakti si je teolog. Edhe Unë- njerëzit, këshire, njerëzit shtitojnë këshire, aha, hoxha shka të bo, Po. aha, hoxha shka E marim video, sene. shembull. Po, a Më menon? mirë një shembull, e kom thënë në ke epizode parë që kom kanë me taj. A mo be gjetë të marrë shembull, a s'ke edhe një hoq tjetër të marrë shembull. Po ti të kena në emision. Leve. Hajde shti përgjesh mu, lejtë. Gjo që të thamë. Këtë e kom përgatit të bëj një skenar, të bëj video këtë. Edhe isha i trendi që është vejnë me një Rapt Ford, vejnë me një Bugatti, apo vejnë me një Rolls Royce, në e nalën këtë gjami, i thajsh, oh my gosh, so expensive car, what do you do for a living? For a living, po. Po, si e nun jënë përgatit, ato të bëj, agahoq, shumë veture shpejt, shumë veture shtrejt, me të shka meresh, e nun tha me përdori fen për biznis. Dhe me thonë ty e pranon këtë sen. Po si se pranoj, Allahu Gjellëshanu hu në Kur'an, folën për që qëtë gja.
thot kur të thirrje namazi i xumas, ezani, lenja shit blerjen, faluni, shkojni në xhami, falni namazin e xumas dhe mas namazit të xumas dilni dhe kërkojnë riskun në për tokë, është urdhër që të dalim të kërkojmë punën. Në unë e përdori fen për biznis. Më thonë, bas shtia jetë i bëj biznis. Mas zhumaj e dali bëj punët më të rëndësishme gjikajnë ma shumë lek. Për shembull 10-15.000, 20.000 euro një ofertë, unë nuk shkoj as të hanën, as të ejtën, e la për mas zhumaj. Qere me ku i gjile. A di me bashkë të teologat që të këshini për momenti, a di me se nervat të janë prishme. Po unë si mos qeli muhabet nuk e bëj hiq. Mo me intereson sa ma ka e prapa. Apo, a? Jo, dhe se vim shaka shep, dhe të kalzën i gjanë. Ajde. Më therin në Kosovë për të ba programe debate. E din gjithë therin ato një shka, një musliman, një hoq, një analist, një gjidin gjithë qka, një gjithdin hiq. Më therin e në mu. Si qka? Si hoq. Si hoq. Jo. E në thamë, këto s'janë normal me mendën, valla. E ne vu thamë se, kur është çështja serioze, si hoq, më therni mo. Ka 101.000 hoxhallar të ku e gjete mo, të më therish si hoq. A i donë zebanci i të bëje. Ku i intereson ati? E në unë si hoq nuk do të paraqitem në internet. Falemender shumë. Elhamdulillah, shoqëria jonë ka shumë respekt për hoxhën. Po. Në këtë formë ka automatikisht respekt e në për mo. E në kur më thajnë hoxho, më pëlqen, shumë që i fim bëhat. Se dhe njëhe në e haroj, të u marrë me kësej pun pa lidhje. E haroj dhe njëhe se jam e në hoxh. Kur më therin hoxho më knaqën, më pëlqen, ama nuk do të njefëm në shoqëri si hoxh. Pse ja kum vu vitit emri njeri u sharit? Më mjafton ajo, se njerëzit e sharit janë në hoxhallar. Po ka në popa. Po, ama ti ki postu video me të i mësu fëmijët të dalë namaz të i falë Nuk jam unë, është njeri u sharit. Si be nuk i e te be oti. Si jam unë, nuk do të njifëm, si hoq, Aja nuk do nisët të e njifëm. shtelë si ata arti, sejnë, bota, metafizika, jo. Dë ba me non si nazi, jam ma e vlia. E dinaj si të Po, jo, qasaj u dhe më duke të shkullë, te. Këtë qasaj u dhe jemi. Si Meriem Lumi. E po si u ba Meriem Lumi, u ba Maria Reka. Qështë të dasht, mos me të njoft njerëzit si hosh kur ti vetën e ki servu si hosh, të teolog. Po, nuk edhim pse. Ja, i ki bo një gabim, si pranë e thë, ku bo gabim, se kum ditë që i jo, vëm puna, normal, edhe marrë klikime, edhe marrë pare, se ta kisha ditë, si isha prezentu në opinion, si hoq. Det në Big Brother. Det në Big Brother, a gje. Tu lëshu fërka me atë, me gjike, jo i këballu u dut. Për me, a kështë shku me të thirë? Shumë shtrejt do u kushtante. Pse? Shumë shtrejt do u kushtante. Jo, publikisht të thëmë, shumë intereson. Për të hej njeri u sharit në Big Brother, dhe i dilte produksioni, dhe i kushtante shumë shtrejt. Minimum 500.000 euro. Më thonë, unë duhet t'i marrë 500.000 euro para se me hej, atë e? Michael Jacksonin e të shti në Big Brother. Paramendojsh si dhe dale titulli i portaleve Hoxha, Big Brother, Po e bonën. Mother, Father. E bonën ato? Qi? Me këtë Iqbalën. Pa nuk Teologja. Me linje teolog, Hoxha, kur dhe shkraje, paramendojt, shkraje në portal, në gazet, në Top Channel Kape Lajmi. Top Alsati preshët këtë, gjio të ndodhë, Hoxha në Big Brother. Para ta unë i kumë vunit shmim. Nëse do unë tjesë unë e mrenda atë, do ju kushtoje 500.000 euro, unë i marë parët, me 250.000 ndreqin i xhamaj. Këshereve, shka të folë, këshereve. Kjo e ditë shok, në përmjet fejes të ta bësh manipulimin, e di. 250.000 ndreqin i xhamaj me qelë ca ndohë. E di shqipe kjo, walla ti bën ma punën mu, se unë e japë sa ta ka. Po, vëvlo, po ketë shumë me qatë fore hejnë, atë e paret e mija, ku do i qoni motoja ju, a qëfar është, do kontribujmë për humanizëm. Jo, këshira, e di që kam pëlqenë, se i sinqerë dhije, vallaj po, se kur ta menësh kështu hollë, një me kitë,
Gjysat e pareve humanizmi, ose na i kushtot këtë parët humanizmit. Ket. Veç sa dalë, tja fajt e ka Dubai, Po, e nëse në shemë vjetë këte pare. Jamaik. Po, Jo, me të vërtet, do ju kushton të shumë shtret se duhet të tërhiqem atëherë, me të vërtet duhet të tërhiqem nëse të him Big Brother, duhet të tërhiqem pi komplet pi Hoxha Lajkit, nuk e ha, marrë e zezë. E ne do kushton të shumë, do kushton të 500.000 euro, pasër. pse 500.000? Po që qatë që më ndohen mu për të dalë, Jo që tërë mua betë, Po, se si. me 500.000 po të ka sot më ndohen 500.000, mu kur dhe ma bëjnë thirrjen ato në mot, për shembull. Në mot mund nuk më ndohen 500.000. 600.000. Mund t'i kisha mraj Një vet milion. ato, po. Po, Okej. A mund shme nga të regu me qëfar biznis e mirë është si për momentin? une biznis kryesor e kam Shireve, mabe se jena në program televizive dëmshtisht, ç'ki të kthejna emisioni kontra si, shti. si mos shkoje shikojshmëria e këtij emisionit, ma shumë se çdo emision tjetër dhe e lan ke. Shef, biznis dush të thuj të ardhura, apo? Po mirë dhe ti Po, po më të kupton për ardhura, shka e kam fjallë. Po si të ardhura, unë jam te xhameja e fshatit Lisec, jam gati 7-8 vite, 7 vite kom sos, më duket Si se çka kom je? hi 8, si jam imam, jam Muezin. ligjerues, no, çështjen e muezinave e kemi të sosme një herë për gjithmonë në fshatin tonë. Jam imam, jam edhe hatip që i bëje e bëj hutben e ditës xhuma, edhe ders kallzoj, edhe mualim. E bëj këtë gjajat i bëj une. Fshati është shumë i vogël, ka nevoj, unë jam 3 ditë në javët, ka fëmijë që e mësojnë Kuranin, edhe janë talebët, nxënësit të cilët kanë dalë, mamati kanë dalë pi mektebit, e kanë kry dhe këtë ato janë muezina. Nuk ka kene, frigë e madhe, kush dhe e therje e zanin. Kush a e therën? Biznis, pun, kryesore, mas Hoxha Lajkit, a jesh nuk kom kështu çfarë rroge te xhamaja, marr Po dhe një mos gjan thuj me simbolike. biznis me pita xhamia, ti thuj, Veç çfarë? e kam, jam me pun, me Jam me punë, ajo, obligim, ajo primare, domethënë, ato nuk e ndroj asnjëherë. Elhamdulillah e do, kum Shqyr. kontribau se jeta, Siqer. e ne ha me pare, ha pa pare, unë e bëj. Ama i tu fol sinqer shte, Hoxha apo? Lajkin. Nuk e tu bëj Vallahi, kore. Hoxha Lajkin për zotin, ato paret që i marë për Hoxha Lajkit shkojnë për zgloba, shkojnë për ta ishi macën shpej. Qa çfarë marë unë për ushqimin e macës. Tamam, po, pedina Më thonë, nalt po shta euro. Nuk është jo në marë halama pak sa ajo. Nuk është qëllimi ataj. Elhamdulillah, Allahu gjelle shanuhu, bereqetin e xhamajas, ma qëtë tjetër kondi. E ne pa pare me ka nuk kek dorë asnihe. Biznis kryesore kam filterat e ujit e Kosovët. Po, Ato, unë jam distributer për Maqedoninë, po, distributeri ba- ma i forti jeti që 4 muaj që e të kom kum lutë me ba- mindru filterat. e kum ba Alaudini është mishteri. E shofër si ka shku shneta si Po, për e Kosovë. po. Me filterat e ujtit e kum ba marketing, kum ba sefte për filterat e ujtit, një reklam, e në kompani si ka hecë shumë fort. E në kompania tha, du shtë punësh. Tha, ne nuk e kemi të zhvillau më në hiq, veç e bam një marketing të kalzëm se jemi këta. Po nuk është se i kemi dhanë rëndësi. Kompania që i punoj unë bashkë me filterat është Nasaterm. Ne punim nër Nasaterm. Është një kompani gjigante, merret me shumë gjanja tjera, po me filterat e ujtit nuk është se është marrë shumë. Është kafshat e vogël për Nasatermin. Edhe thanë, a du shtet mirësh me ata? Thash, okej, tha, ketë janë tajat, gjithë du është ban, edhe ne ja kemi dalë se në Maqedoni, ku ngatrohen investitorët me punëtorët. Ngatrohen se investitori je parët, a punëtori thët, a unë dhe e punoj të e pagoje, mas di moje thët, a bes shkon, thët e ne e la. E ne parët i hupën investitori. Te ne ka ndodhe e kundërta. Investitor është Nasaterm, e ka ba, po une jam të e zhvillau që 4 vjetë. Ne jemi lider në Maqedoni, si e Kosovë për filtera jemi lider. Masa ndi, e kom marketingin form, e kom e net registramën me shtetë. Bahën pagesat e ne në përmjet fakturës. Ki firmë marketingi? Kom firmë marketingi, po.
Po. Man marketing quhet firma jeme, kom zyra, kom pagesat mund bëhen nëpërmjet faktorës me fiskal në normal, Okay. e ne funksionoj ma shumë e ne me marketing. Më thonë, pik të këtive treve, kom të ardhura, gji mund t'i logaritim di biznis, një është shumë personale, hoxha lejk. Për pjesën o gjallëkit. Po. Nuk e konsiderojnë si biznes bile. Shaka, mora e Po. kemi të bëjmë Po shaka. dhe po, ja. Çka të boni me anis me video, me më marë, me incizu? Në fillim me patë një kontent shumë interesant, me nova që kime bo tanë kohën që atë kontent, ama Po, si e në more fillim, erën para se e me nes- fushtave të jeshilta, Para se me nes YouTube video, bëshe shumë psenet dul mira. lafi, thoshin, është një alaudim pi shkupi be then pare be t'u ban video. E në thash, pa e ta shofëm një e në Ti mu model pas ke marrë. model tajt ka. Po. Që e paraqes për herë të parë para Alsatit, njeriu sharit është inspirau pi Alaudin Mustafës. Kum ba video be dilsha na për mal dilsha. Në vaktin e koronës, me kanë tja fetjen e një një koronja dhe 12 mojt, shë lockdown, 5 firma ka shtu i qelë, më një E në hiq pa punto. E pse që ka post në atë kohë? Punto, po, në përmjet koronës njerëzit zunë të bëjmë video, zunë atë bëjë në unë. Zunë dalin shërësën, dilshin a për malë, dola e në unë. Se din zhjo pona, korona mu më duhet një paus për t'i mshjelë, se u mshjelën e gjamaja atë. U mshjelën këtë punët. Vetë mali qelë, a unë e shpajnë e kom malë më një. E me ja fetën e një koronë, unë që ato video gjiku mba atë, dali bëj shtahi pra. A kuptosh? Po pse e pret koronën me vlavjet? Ja, vëlla, se po punët kësha duhet shkem punë. Po, Po si. po qebe s'ka nevoj më konë koronë, sezona e dimrit është qishtu. Njerëzit mshelen në për shpia, Po unë kum në gjet, 4-5 ora bot aksham, po si. dhe më thonë, sezona e dimrit është bashkë për me bo njëri kontent, njëri që miret me Po këto punë. ama nuk ka njerëz që i shofën. A në Si koronë, be nuk ka, në koronë s'ka ku shkoj e mora e ka të shofe, në të mirat me ta e gjithë ditë. po shti pse po më shtim me ta qelë statistikën këtu, do më thonë që bashkë për momentin jam të YouTube kanalli jem. Po. Po 28 dit, Po, YouTube kanalli jem i ka Po. gjeneru 1.100.000 klikime. mashallah. Ka Nuk 1 ka euro, kantar. ka 1 euro, 1.100.000 euro Alaudin Mustafa për YouTube-ës. Rejni ju punojni hala me nevnicë. Shire me ku del shti. Du të thamë nuk ka koronë, 1.100.000 ka këshirë E në dikush. koronë 10 milioni ki. Po, le, Gjithë beti. ditën dhe merret me ta, 10 milion klikime, ka Ja, 1 ja, euro, ma mirë, 10 1 milion sa euro. glam se sa 10 milion paushall. Re, mos bon fitne me pare, kështu të njerëzit. Aj, shefni ku kam raj njerin 2020 në gjibon të video, ju sët hala shkojnë një punë. Shere me shka, ma pse shkaj të dosh me thonë me mu, me ti. Ti kjarë një mision të une, a i bon fitne për muë. Leti më sungos me mu, shti. Atë kanë kritiku shumë që bon video. Tash ma janë nalë, tash kanë nesën e qerët, sefte po, ma. Tash janë nalë këtë, valla. Unë e kum kanë, që kësha kum kanë, si në medrese, si në fakultet, si ma vonë, s'kum ndrysha asë një he, duke marë parasysh mohabetin kritikat e njerëzive karshej. Ama njerëzit karshej janë nalë, ma, s'ka një mohabet ati, parja e ndronë mohabetin. Ma je mendë se po që se te bon një aktivitet, e në s'ke pare, kritikohesh. Po që se te e bon një aktivitet, të njëjtin aktivitet, e në bon pare, ose i bon pare në format të ndryshme, po ki e pare, i e zengin, Okay? e dish Nasradini kur shkon në më një ndej, më një mexhlis, shkon si fukara, normal me teshat e përditshme, e hunxhin qadje ka fondi, ke derot nikit. Në moment kur shkon Alaudini, Nasradini shkon me teshat e bosit, e në vend kjo është sobës. Aja atëherë e fetën ja këtë mangën, e fetën në supë. Thët hase, ta e ti kanë dhanë, nuk mi kanë dhanë mo. E në shoqëri e jonë është shashta. Më tha, në momente kur gjeneron pare, atëherë të je shumë i fort. Ama bon punë të kësheja, leja jo bos. Bosi kene është
një njerë pa marrë parasysh punën që e punon, veç para ka. Këto që i këshirin parën edhe që e shojnë njerin që jo bos vesh për pare, Po. këne ka shkupi i thirin mizevira. Po shoqëri jonë full mizdivira. Dhe më thonë, unë nuk i bashkangjit në këti mendimit. Për shembull, unë ri me fukara, ri shumë ma shumë me fukara, ri ala ma shumë me fukara. Fare janë këto më i besoj. Jo, që po të kallëzoj në shoqni teme, as në shok se kam milioner me thonë. Më thonë, për fillim, Veta. ama nuk ka vetëve, nuk ka puna vetëve, asebe, puna ose... A e dinin çfarë fazë Ne Alaudini edhe me- për moment? Alaudini jo në atë fazë ku thot s'jam i lumtur. Jo, Jam- shumë i lumtur jam. Jo, vëllai, jam të kënash me jetën. Jam të kënash me jetën, ama problemi ose ne edhe mi bo milionat, s'dina se mi gëzu, se nëse na mësu me miliona, ne na mësu me gajle me pas. A të marrë vesh. Po. Edhe na duket siklet me pas miliona. Po, Edhe valla, për shumë shkak zotit e problem. di thot, mos t'i jap me këtij siklete se kja të kënash, çështo. Shembull, unë hala pa mu i ba, ja kom gjet vendi. Apo, Unë jam i pasur, elhamdulillah. Elhamdulillah. Mund ta bësh një pyetje atë. Si a ndikon fama, pozitivisht ose negativisht, ndikon shumë. Njëherë ndikon se te pasuria nëpërmjet famës më rajsh makullaj. Si? Jo me budallakina, nuk tham për famë pise. po. Tham se nëse unë do ta gjej një gja, ose do ta shes një gja, e shes makullaj se te, për shembull se te. Nuk i famë shumë, unë e shes makullaj se te. E qes në internet, tham e shes këtë vetorën, unë e kam potencial ta shes ma freksete. Çdo shitje mu mbi e pare. Nëse jo komplet përqindje, malli është i tjetër kujt, e shes unë bëj pare. Fama të bën të pasur. Ma shumë, ma pak, o tjetër ma vetë, ama të bën të gjeneron pare. Po. Masandaj pasurinë te e vlerëson vetë, i harxhet për punë të mençme ose i harxhet për budallakina. Unë për 80 ditë kom harxhit 15.000 euro. Shpenzimin më të madh që e kom bërë ndonjëherë në jetë. Po, i harxhita me ment, e marrova një studio për të bërë podcaste, investova të shpaja, kupton? Këto janë me ment. Pa ment, ç'i kum bë? Kum blej çadër për të fjara, paraglajt, 5.000 euro. Gjithë dohet ajo. Kum blejt motor, isto, të shtrejt e në atë motorin. Për pa lidhje po, së mdohet veç për shmek. Kupton? Kjo të bon të pasur ose fukara. Nuk ajo sa e ki në xhep, po sa din ta menaxhosh ata. Pjesërisht e menaxhoj. Pjesërisht në rokën adoleshenca e Shireve vonshme. ti ki ble Paraglajt, parashut, po, shka mi thonë. Po, paraglajt. 5.000 euro dhe mund thot miliona ki, po mund thot. Mund thot valla. që eci me Golf 5 që. Na, ku me Mund Golf të- 5. S'ka mune Mercedes se ti. As Audi se ti, a shfar keri ki se s'ti di ma s'kera qka ki blej, bo. Be. Po para më mu sa më kushton keri ti aj paraglajt kushtoj ka be. Paraglajdi po. Audi Golf 6 motor. Pa, ishe, regjia keti dika. Mercedes, Audi, Golf 6, motor, paraglaj, studio, shpi. Po. Ej, këshire, shqyr që i ki po. Elhamdulillah. Inshallah i bon edhe njerë ma shumë, se vallaj, billaj, kokrën e i natit se kam une. Një Po foli shoqit- për njerës që... Dje i kom thonë një shoqit nëse i bëj të paktën 50.000 euro t'i paloj, do bëj një investim të shpeja. Edhe ai më tha, njerëzit e pas suksesshëm t'u bëjmë pare. Njerëzit që nuk din ta menaxhojnë t'u bëjmë pare. Edhe ti për qatë E në hine unë blejt e paraglaj. E mendova ata, se di, fshati jonë si fshat, në si cëllën shpi ka 100.000 euro. Në si shumicën e shpejave, fshati jonë njifet për çka të punë që t'u bën pare. Edhe ne e kemi pak atë si tradit, të t'u bëjmë. Kur zha nuk u bën. Që një hadith të thonë pejgamberit alayhis salam, dhe Muhamedi alayhis salam thëtë, mos e leni pasurinë t'ju ahaje zekjati. Ka një hadith kështu. Po. Do me thonë, nëse te i kije 10.000 euro sot, 250 euro janë zekjat. Po. A i vajnë qaq 2.5% 10.000-jes?
Qa që? 10.000 euro, po. Po. 2.5 më i 250. Më i vend 250, po. 25 është Po, 2500. po. Edhe, do me thonë, te sët i kje 10.000 euro i ke pala, 250 i jep zekjat, në mot i kje 9.750, sa i vend. Në motin tjetër të hiq si prekan ato, në motin tjetër ato prap pekin 9.500. Shkën ka 200, ka 2.5% të minusa, Po. pejgamberi selam nuk e ka dësht këtë lloj tubimi, këtë lloj pasuri, qarkullohe, lëvize. Po. Po. Okej, unë një pyetje po du me ta po kështu, ama pak ka me të ngucë këtu. Për me bo video, për me bo... Jo veç video. Po që edhe me dal hoq, imam dikun, duhet motiv me pas, apo? Po. Ti ki motiv, vrejet ajo edhe në për videot e tuja. Pin sa eurot nis motivi? O, shef, dhe ta kalzoj kështa. Pin 700. Pin 700, valla pa 700 se ngrahem mas sabah. Po, a? Mashallah. A di që e keni një plus për ju kana e të tovës? Ha. Hape Shumë se be ju keni- të shkupit ketë minusa imi, ne ketë Jo, plusa. si na minus, për e shtim për ju, shumë be keni gurbetqarve, që ju rinë masë, ju dalin zot. Kërë na, sa që ashtu? Vallaj të stasë Kohën e fundit, kom punau ma shumë me gurbeqar, Që e të po, janë, nuk foli ke filterat. Filterat, ma shumë, me filterat punoj me gurbeqarët. Pse? Se kompanin që e prezentoj une, e kajnë në agje. Në moment kur i kalzoj, thët, oke, shko vine. Kur i kalzoj çmimin, se këto kene o ma lirë se sa në Zvicër, për shembull, unë një filtere kam 1.500, 1.700, 2.000 euro, i njëti filtere, me që ato për masa, në gurbet është duplo. I njëta kompani, i njëti brand. Po këto kene nuk e pagon montajën 1.000 euro, nuk e pagon tatimet njëjtë si janë agje, janë ma pak, kupton? E në me video, kom punau ma shumë me këta. Kohën e fundit jam të punau me njerës kajnë firmë në Zvicër, të njëjtën firmë e ka qelë këta, e ne donë të hije në trek më njëhe. E kur donë të hije në trek mund ishtë hesh në di forma, ose 20 vjetë përvoj këta, ose Ansha Laudeni, për ja shembull. be njeri u sharit. Ansha Laudeni, për shembull, edhe unë i jap fokus. Unë e kam një jetë thjesht, olla, unë punoj në Alsat. Kryoj video, kryoj podcast për Alsatin. Ti qaqë luks që i ki pun ti kryon vet podcast, olla, i ki podcastin tam, vet i e Da, besa Alsati sa ka që dimoni. Ma marë parasysh. Që 2 vjetë unë më vend të mare të kitë që këndi ka gazibaba se po e shof studion e Laudenit në vend të mare. E ja sa fort e përgatitë. Të vesh copën e perdës shefe një. Pse hine në podcast, be, edhe këtu dashte me ma marë bukëna. Pse hine në podcast, Boja a be? Laudeni shkoj një mas. Pse hine në podcast, kalzoshti? Unë në Alsat dhe... O, hen ku dush, po kalzovesh pse hine në podcast, pse i hine kësa judhës. Veç për të argjit pare, Apo. për zoti. Valla bila, vdeka, podcasti është këtë argjim paresh. Pi Instagramit unë nuk pagohëm. Pi TikTokit nuk pagohëm. Pi Facebookit nuk pagohëm. Vetëm pi YouTubes pagohëm 70 euro në 3 muajat. A për t'i blejt këtë shkët operativën. Për qatë. Po. Këtë të blejt shkët operativën del dhe kondit e maj 10.000 euro ditë shka del. Unë i kum hi se të ardhura tjera kam, zanatin e di, e kum sa, pi zortit, pi qifit, tash të bëj diçka produktive për shoqërinë. A e dish çfarë podcasti kum ba? Qfar? Kum nis podcast që unë jam vetëm regjeja, aba regjeje, Po. vetëm regjeja, do me thonë edhe producenti. Moderator nuk jam unë, është Emira, gruaja jeme, misafir janë hoxhallar ose në penzi ose para penzis, të cilët e kallzojnë historinë e vete, hekat e veta
dhe që të arrin të bahen hoq. E ti kur ki mu konë misafir i radhës? S'mondi, unë nuk dal. Nuk du t'ja dal, ja. prek. S'dal, nuk du. Nuk du dal. Po të guci, pak të me Po, e marrë vesh. Po. Nuk du dal, du programit jesë shumë i sinqert. I shala mrajt i pagjoj hoxalara gjithëvejnë podcast. Në këtë marë pare. I shala mrajt ponat i pagjoj. Një dreje këta ha. Inshallah. Si të gjesë të ardhur atjera pi dëkondi, dhe bëjen ata. Vejnë hoxha, misafir, Shumë bejtë të më dhimbë, s'ki të ardhën api qera api kërkon. nuk qullo, nuk guxonte me një baushtell të marrësh pare baushtellës tjetër ti pagjosh punëtorët se ne pagjon vetin atëherë dhe e lash. Po ti Si të qaj- fol për simbolik be? Si qaj pizza jolli që gjiqelte pizza në Shkup, ajo e mshelte duqanin pse i hecën punë. E kini një në Shkup, Po, e ajo dish. është legenda. Eh. Ajo është legenda. ato. Shumull nuk e mshelen askush përveç atij duqani se ka shumë punë, e mshelen se Po. nuk mund t'i mraje shpenzimet. A une do mundohem ta maj, po ëndra jeme më e madhe me këtë podcast është të mraj një bashkëpunim. Nash me Bashkësinë Islame, nash me një kanal televiziv, si që e ka ba Laudini për shembull. Mo, e ne për mudi, është qifaj, është nderë se nuk kemi shku ne agje, vejnë ato kene. Edhe, E qartë Arsim. Okej Arsim, për në fona kështë mujtë për shembull një mesazh deri te publika që na ndjekin, qish mu bo milioner si ti, me pas pare 5.000 euro me ble parashut për shembull. tranoni ketë. Dilni piqin. Dilni pishinave ket. Qil një gjiksin si Supermani. Wow, bonjani e presh një men shket. Sinqerisht me një këshill, me se ani, hinë Valla, rolin e teologit, hajde, jepa një mesazh të E mirë, dish kur jepa. kemi kanë, në shkollë fillore kur e lexojshim çat romanin si kur t'isha gjallë, me keqardhje për një vajzë e cila ka kanë vajzë, kur ishte një far Po, e di dran. romanin. Sot unë e thom si kur t'isha vajzë. Valla bila. Nuk është këshill kjo, mos e mirëni. Nale kamerë. Del një femën sot në internet e ne e bon një video Bugatti në ndrojme pjasën Berici në internet dalë unë e bëj skenar bëj inqizim të hatashëm paguj njerës videoja jeme mrajnë maksimum 60.000, 70.000 shikime. A unë hargjes nomin e energjisë për ato. Mirë me vesh pak kalzon kështu. Po. Pse du të me të këshirë njeri ti? Mo, Po. po psa unë budal. Po, ama hajde, kalzo. Pse du të me të këshirë ti? Hajde, a ki një shpjegje për shembull. Po be, Hajde. unë i do shumë videot. Valla i bëj me shumë dashuri. Për zotin shumë energji i hargjes. Me mpa kur bëj video, donë të mpjasje damari këta e. Shumë e hargjes energji. E bëj me shumë ëndje. E di, knaqëm kur e bëj një video. E ne, kur ma paguën dhe kushi, që i bëj reklam një firmës, atëherë unë e inkuadroja në familjen teme dhe mundohem ta bëj një jetë artisti. Në Hollywood së marën, mo. Artisti ynë, u shfaq. Kada, se kishte rol podcasti, shti në qelë tema tjera ti. Vesh pakës. Më therën këto të rëtëjës të ma përdorin dronin për një film, ishin të e ban Kastrumica. 400 euro dita u pagohen të me dron. Kishte pun 7 javë, para mendohe. Po. E ne u thash, vallahi nuk do pare, për zotin. Vetëm mirë një set, të lujen unë. Shumë qef kam. A dhe lujshë? A ka be dhe kush e ngjon njëri unë e sharit be ta maren dhe kundin dhe një seriala, film. Kada, vesh pakës. Pa pare be për Jetë më dalë që zotin. tërkunsh, do shta me dvejt të tërsan, jetë më dalë të tërkun, preqti. Tema ke, pse du të me të këshirë njeri ti? Po. Njerëzit pse du të me të këshirë? A me ndonë që për shemë zinë që unë nuk jam influencer, nuk jam youtuber, nuk jam tiktoker, nuk jam kur gjohi që s'kam lidhje me këto, unë veç di me scroll. A dhe më del ti. Unë e shoh videon tone. A menon që një njeri që e shef videon tone mundet me marrë mësim për videove tuja në esen. Në mesazh. Po, E i sigurt. po.
si ta kalëzë një shembol. Unë me ty e kena bu një video, short që e kun postu në TikTok une. U kon me ato kokrat e groshës, kullomoqit. Qashtë. Edhe aty mesazh ju kon shumë i fortë. Shti se di ja kam kohë me ime e këshirë sa klikime ka shku, vetëm se e di që përthi shumë ajo video. Po, dhe me thonë, vetëm ke njëna platformë ka maj 1 milion. Në total 4 mund t'i kështë mraj. Po, do me thonë këshire, kena mri 4 milion klikime, t'u dhonë mesazh të mirë. Po. Ti alo mu më kalzon, ti shakon femën, ti shakon ato, ti shakon veto. O vlla, përmisoj kontentin edhe kime pos... Ama njerëzit nuk dënë ta përmisojsh kontentin, i hanë foret. O vlla, e ke pa njeri usharit si e ka në TikTok, thët 1.000 euro për të ba reklam, 10.000 euro të të bëjmë anti-reklam. Nëse unë e thom Alaudini është shumë i zoti, ka mbrej, me shkollë, me punë, me dije, pele kushirej masë. Me thonë une, Alaudini është teshki bandit, e kum dit. E beson renën më një miljet i jonë, dalaveren e ha, është e realt kjo, dhe këtë unë që e thonë me thonë për lajka, për shikim. Shefëna. Njerës, falënderit shumë për dorimin që e patë deri këto që na shiku deri këtë minut. Neve s'na me sen tjetër me thonë për posë e bofshi notën e mirë, se kena një të li farë muhabete, sot po dojmë pak pushim me bojë. Ne i bom 40.000 euro për këti emisionit, ju i hupët 40 minuta. Këshira, alo s'nalet, alo folj. Hajde, pa hi ma shumë lugave. Shaka bëjnë. Notën e mirë e bofshi. Falenderit shumë që na shikut. Bye bye.